Kur Hygerta ja drejton pyetjen Limit për Albën, qa e ka gjetë? Mos i ke bërë lavazh truri? Në fakt nuk është thjesht një pyetje. Është një akuzë e mbështjellë me ironi, një dyshim i hedhur në ajër që lë të kuptohet se Alba nuk është më vetvetja, se diçka nuk shkon, se sjellja e saj është e pashpjegueshme pa një ndikim të jashtëm. Dhe ky ndikim, sipas kësaj logjike, është Limi. Por a është vërtet kështu? Në realitet, kjo pyetje nxjerr më shumë në pa hutimin e banorëve se sa ndonjë të vërtetë të fshehtë. Sepse ajo që po shohin të gjithë është një Alba e shpërbër emocionalisht, e paqëndrueshme, që reagon në mënyrë disproporcionale për çdo situatë. Dhe kur njerëzit nuk arrin ta kuptojnë një sjellje, instinktivisht kërkojnë një fajtor. Këtu hyn Limi, figura më e afërt, më e lehtë për t'u etiketuar si shkaktari. Por Limi, në këtë pikë, duket më shumë si pasojë se sa si shkak. Ai nuk po sillet si dikush që kontrollon, manipulon apo ushqen dramën. Përkundrazi, ai mban distancë, flet pak, shmang konfliktin dhe përpiqet të mos e ushqejë zjarrin që Alba ndez çdo ditë vetë. Dhe kjo qetësi e tij, çuditërisht, i irriton edhe më shumë të tjerët. Sepse në një ambient ku drama është valuta kryesore, qetësia shihet si ftohtësi, si indiferencë, madje si faj. Hygerta, si shumë të tjerë, nuk e kupton se Alba nuk ka nevojë për lavazh truri për të mos u dukur mirë. Ajo po përballet me pasojat e zgjedhjeve të saj emocionale. Po përballet me faktin që një lidhje mbaroi, që pritshmëritë e saj nuk u përmbushën dhe që tani duhet të vazhdojë përpara në një lojë ku askush nuk është i detyruar ta mbajë për dorë. Alba sot nuk duket keq sepse dikush e ka manipuluar, por sepse ajo refuzon të pranojë realitetin. Ajo flet shumë, por nuk dëgjon. Qan shumë, por nuk reflekton. Reagon fort, por nuk analizon. Dhe kjo e bën sjelljen e saj të duket e çrregullt, e paqartë, her pas here edhe kontradiktore. Një ditë thot se është e fortë, ditën tjetër shembet për një fjalë të thënë në korridor. Pyetja e Hygertës, edhe pse duket spontane, vjen nga një ndjesi kolektive, kjo vajzë nuk është mirë. Por gabimi është që kjo gjendje kërkohet të shpjegohet me ndikimin e dikujt tjetër, jo me përgjegjësinë personale të Albes. Është më e lehtë të thuash dikush ja ka bërë, se sa të pranosh që ndonjëherë njerëzit thjesht nuk dinë ta menaxhojnë dhimbjen e tyre. E vërteta është që Alba po e përdor konfuzionin e saj si mburoj. Sa herë që vihet në diskutim, ajo kthehet tek emocioni. Sa herë që ngushtohet në argumente, ajo hap një kapitull të ri lotësh. Dhe kjo krijon idenë sikur ajo është e brisht, e ndikuar, e paqëndrueshme, kur në fakt ajo është thjesht e mbingarkuar dhe e papërgatitur për pasojat. Limi, nga ana tjetër, nuk ka nevojë të mbrohet shumë. Sjellja e tij flet vetë. Ai nuk e shfrytëzon gjendjen e Albes, nuk e provokon publikisht, nuk e ushqen dramën. Dhe pikërisht kjo mungesë reagimi e bën të duket sikur di diçka ose ka bërë diçka. Por ndonjëherë njeriu thjesht zgjedh.